Christian Aslani me sa duket po mendon seriozisht largimin nga Interi gjatë kësaj vere, edhe pse rinovoi vetëm një vit më parë me Zikaltrit, mesfushori shqiptar po merr në konsiderat idenë që të largohet nga skuadra me të cilën pak ditë më parë luajti në finalen e Champions League. Nuk është nga shkënjimi i asaj finale e të humbur, por nga fakti se Aslani tashmë mendon se ka ardhur koha që të luajë në një klub ku të ketë minutat e duhura dhe jo rolin e zëvendësuesit të emergjencës, siç është e Interi. Corriere dello Sport bën të ditur se Bologna është klubi më interesuar për futbollistin pasi trajneri italiano e sheh si një lojtar që mund të bëjë mirë në skemat e tij. Këtu hyn në skenë dhe vetë dëshira e lojtarit pasi sipas gazetës italiane ka dëshirën të luajë në kampionat si protagonist dhe jo në rol tujtësor. Pengesa për hapjen e negociatave me Interin për transferimin të Bologna është fakti se Zikaltrit janë në kërkim të një trajneri të ri dhe për momentin kanë bllokuar të gjitha lëvizjet në dalje.